Hini po daljet, hini. Përshëndesim gjithë bjeshkatarët e klubit malor Skardos Fshatit Dobroshtë, të cilët sot bashkë me bashkësinë lokale në kuadër të festës së verës organizojnë marshin deri te liçenit, grupa e parë që të shkojmë tek ke poshtës e liçenit, kurse grupa e dytë do të vinë deri te Regendica e Flamurit. Kjo hi në kuadër të bashkësisë lokale dhe në kuadër të grupit malor Skardos, të cilët e organizojnë këtë marsh. Mendoj se si klub malor ka një organizim shumë të mirë në kuadër të fshatit edhe në bashkëpunim me bashkësinë lokale. I përshëndesim pjesëmarrësit për këtë manifestim. Njëre fiks parë ju përshëndesim që keni marrë pjesë këtë manifestim. Klubi malor Skardos me bashkë me bashkësinë lokale, fshatit Dobroshtë në kuadër të festës së verës organizojnë këtë marsh të bjeshkatarisë edhe të festës së verës groshës që e kemi ne. Ne do të shkojmë me gjipa deri në kepin e poshtën, ku do të ecim deri te liçenit e Dobroshtit. Mendoj se rregullat duhet përmbahen, çdo kush sipas situatës cigare nuk duhet të kalle për rrugë, përveç vendeve të caktuara. Diçka tjetër nuk do të folë diçka për amblemin e Skardosit, diçka se shumica nuk e din çfarë Skardos. Skardos është një vjetër malit shat. Për ta dinë gjithë, kjo amblema jonë që a vendos në bashkëpunim të fshatit. Faleminderit. Faleminderit. Për ku sot? Sot të kepi për ma pa të shohëm ka. Të gjollit. Dalëm më ka pëjzve në kismet. Shala? Dalën gjollit mo. Jo, ha? Ja, ka që për mo ato. Ka po është. Ka lëfshi me. Zemrja ridi të shkipë në shkuat të rëma. Lirisht mund të folim në kinedaltëm, rasti mërgjimdarëve të bëjmë një festival, një koktel, një ushqim tradicional, grosh me gullash, e të bëjmë një gëzim, një harmoni bashkë edhe fshatarët cilët janë këto në këtë fshat, si pikë kryesore janë mërgjimtarët, që ka kontribau, i falemderoj shumë, e inshallah mojnë si traditë çdo vit, apo çdo muaj, takohena bashkë të vazhdojmë. Para ato që nuk njohën, a mund nga kallësh kush je? Unë prezentoj gastronomi me shkollë të mesme Xhelal Shabani nga fshati Dobroshtë. Kam pranuar gjithë jetën gastronom në për kuzhina, në për shpaja. Generata 3 që nuk njohën, jam Xhelal Shabani, fshati Dobroshtë, jam kuzhiner, sa në thëmë vetë, se me famë, ndim populli,
Për sa vetë bëhet fjallë? Sot bëhet fjalë për 100 vetë, 110 në varet që dhe jenë mund të shtohen, ushqime ka për më tepër, a unë si kuzhiner kom patë raste për 200 vetë, i vetë me vetëm pidorës teme me 2 lloje ushqimesh, 2 për ngranje, supë dhe për salat, vetë i këm pregadit. Në rëna 5 orëve. Ushqim tradicional, në rëna 5 orëve vetë i këm paraqit. Më të rëjtë të pjesa dhe falimderit që këtë gjithë kohë në ke arë për të nga bëhë ushqime. Çdo muj. Me nderime, përshëndes shoqënin, stafin dhe gjithë mërëgjimtarët. Falimderit. Në të bëjë hashë. Постачить для выступления. Сайка Майдри. Hajde për herë, Lan. Hajde për herë, njëherë. Hajde urime. Edhe një qitë tjere, inshallah. Urime shoqi, urime. Inshallah i bënë 100 tjera. Se kjo, këto ditët e kësho është këto vaj shumë rallë. Këto ditët se. Kush e ka bëjë, ka bëjë. Kush e ka bëjë, kush e ka bëjë, që. Hajde. Sham janë në Qina, më. Ko, gjellë, shko për një anëzore, ku ko qeve ka Muzaferi. Hajde gjallë që kënë panga. Je pe këto e da presë, pak. Hajde, stasojnë, atërit e këtë, hajde, shumurime për ti, shumurime për ti, shumurime për ti. Tanjirës bukë. Që tanjirë. Se kjo arë, thëna? Ku marrë të tajtë? A për të vjeta... Jo, tolbet. Sa gjatë do rajni? Disa atë. A do në vazhdoj kjo tradita ju? Po. Vazhdoj, ha? Shumë falimderit, kushi, për më... Dita Lason, mëse ke ardhur në këtë manifestim, shumë vjeçar, si duket këtë manifestim? Shumë marë, shumë keq, ku janë tri. Po të vajnë në tri, janë të ardhë dhe të A, marë. vajnë, për marë, të A bënë marë. do në vazhdoj kjo tradita? Si kini linë? Sa jam unë e gjallë le vazhdoj, më thane gjithë do të le bëhet. A i knaqe me këtë shërbimi me këta të Shumë, këtë gjemë marë të mrekullu shumë janë. Shumë falimderit Lason, kalin një ditë më. Anë bebirë, anë. Mirdita në gjatë? Mirëtita me lari. Si kini ardhë? Marë falderit, shumë. Si shijojnë këtë natyrë? Pa kjo natyra ne kina në kamet pak si tradit kjo puna, hecim nga vajmë me ki shpesh të në malë, ne pqesh të një këto. Po sot të janë me veçant, ditë me veçant, se është dita e festës që i në patë. E në kur vëmë shumë ma ka vajkë ma marë, na vëmë pak ma knatësi është. A kini caktam numri sa vajnë këta? Jo, këto vajnë, bilëm kina patë misafirën për jashtë për fshatrave qërë, a i knatësi me në ardhë me në vizitojnë, për ne i në mikë pritësa. Këta më të ne mund vaj kush do të i në pli. Si dhe mos, kjo është për të brusht, ma mund vajnë tjerë, s'ka problem. Shumë falimderit. Me nderë qofshi, edhe ju kaloni mirë, falimderit shumë për juve. Sot do një surprizë për taj, e kjeni ditëlinjën, urime sa vjetorin? 66. Në full pak për këtë manifestim? Po gjithet kalëzoj, shkun shumë frek. Gjivolin? Vitet, po dhe? A, do në të rikëthejsh ato? Po, së rikëthejën, kotësh. Të urim suksese, ishala e në 100 qera. Ditën e mërë. Mund të kesh në euro. A të kesh në euro. Kam një gjallë të e mërë. Si ju duket këj manifestimi? Po mirë është, unë jëmë si më plak, ta unë isha iniciativ u bona, ta unë thamë të do qimit Arifit Muezinit, ta formujmë një shëqat beshkatarësh. Shumë. E në
e arritëm. U mlodhëm nga nxirjen e bashkisë lokale, e ne e bom që arritëm, sot për fat mirë që shumë lidhna, ju me... Vazhdon, që me thonë, organizimi. Vazhdon në mërë, që kem kohën javën e parë, patëm në musafirët e 400 vetë, shumica pjatina se kanë ditë konshën e fshatit Dobrosh sot e din, ha? Shamare. Sot e din, e ne mendoj se ju të rinit të vazhdojni këtë, të duni natyrën, të arrujni, se të janë, që pasënia është e jonë, këtë. E ne ju gjeni gërbeqarë të vini ma shpesh, të arrujni natyrën, për gjithë që mendoj se mirë. Po kjo tradita në fshat, tradita e groshës, dita e groshës, a do të vazhdojë? Po normal, këtë gjënë do të vazhdojnë. Bashkë kësaj, për shembull, njerëzit do ta duan natyrën, e në këtë gjesën të arrojnë, mos fugin llome. Këse përgjithshme për shoqërinë. Ja për një përshtypje të kuj, jo se veç ju atë kur shefin më marrë në këto do të arrojnë këtë gjëja, të arrojnë, mos fugin llome, të mbledhen natyra dra, druni dra, çajat. Shumë faleminderit, do kaloni një pushim të mirë. Uroj sukses ju të ri, të vazhdojni, shoqënoni, shone. Faleminderit shumë. Inshallah ka përcjellni mirë. Faleminderit se ju. Mirdita Puç, njëri nga ish kryetari i bashkisë lokale, që ka pranë e ka sjell një këtu gjendën, edhe pikë e të që e marrin të rinia. Puç, në kaldo pak për ditën pse i namlijë sot thonë. Ky manifestim ka fillu para një, nuk kujtohet sakt, para 10-12 vjetësh. Shkaktari në konë në diasporës, formum këtë që thamë shoqat, edhe kjo ka vazhdu vjetë për vjetë, edhe si cëllon vjetë të shku të u bo ma mirë. Kjo duhet të vazhdoje, që tri tonë t'jashpitën e këta, njihen një me një një tjetrin, kur si për shembull parjet që u majtë festa, e sot është dita e groshës, nesër fillan futballi, kështu të kallëzojmë kulturën tonë, të kallëzojmë traditat tona si fshat, edhe kjo duhet të vazhdojë për mendimin tim, më herë po ka një gjë tjetër. Asë gjë nuk mund bëhet pa pare. Dikush pa furnizim, pa ndimin e fshatarit. Dalë më një temë tjetër, pa pagesë nuk mund bëhet asisen. Dikush kom naj, nuk jonë për një numër i vogël, pse ta pagujmë qatë për fshatin 90 euro, 80 euro, ku drejtë që mund të di sa është, kjo marrë të folje dikush për këtë. Pa pare s'mund bëhet asgjë. Do më thonë ju e përkërrani me plot mendim. Nuk di sa të kujtohet në shoqata në 97 ne kena marrë këtë vendim. Nuk kujtohet atë. Po, atë u presh shoqata së ne realizau, falë Zotit jam shumë i kënaqur që u realizau këta. E në kjo ja u apeloj gjithë banorëve. Ju kisha lutë, u bien të menaj u bëj. Për krajnja këtë fondin pagunja, se as ka kur gjonë në gëgje për 50 euro, 60 euro. Shlo, kur një herë nuk ka konë fshati maj pasër se shtaj për shtaj. Si tash pa fond nuk mund bësh vazhdonë. Ki fond do të vazhdoje, 3 do të hecim për para, Qëtër sen nuk di që me thonë, ju përshëndes grupin rinor special atë ditë që kontra për bjeshkatarët që kanë letë, që e kanë dhonë një kontribut që nuk di si ta përshkruj. Do me thonë, e dham si me thonë provimin tonë. 460 vetë ka pa ditë, pi Kosove, pi Shposh, pi Shqipnije, ka pa një shoqat, u kina loni për shtipje që nuk dhe harojnë kur. E ne kjo, unë për mendimin tem, ju përshëndes gjithë banorët e fshatit Dobrosh. Të hecim për para, mos shlojmë mas. Mas ja ka shku, ka kalau, e kalaume, ne duhet të shlojmë, të hecim para. Mas që ki bëjmë gabime t'i përmesojmë. Me kohën, Me kohën, do të hecim pa qëtër. Kështu e nënhe ju përshëndes gjithë banorët të Dobroshtit, ju duhe shumë,
Une 55 vjet I bona jashtë, mirë po ki ven këta kur vajmë knaqën se këta I kam rajnë. Në tërhek veni se këta jenë të linë. Po shumë faleminderes për intervistën. Edhe në herë ju përshëndes gjithëve. Kaloni një pushim këndshëm këta. Kaloni merë. Falemder. Mirdita Xhelal. Mirdita. Por ndryshe kush nuk e njeh kot, kjo është ndër koharët më të njohshëm në Dobrosh. Viteve 90 e ka. Lala Xhelal, si keni ardhur merë? Shumë merë. Na funi pak për këtë përgatitjen tuaj si kohor I famshëm I fshatit Dobrosh. Nuk jam as I famshëm, po kam qef e adhuroj kuzhinën, edhe shoqërinë sidomos mërgjimtarët që vajnë. Kur vjen mërgjimtarët me plot dëshirë, I jap kanë fuqi vullnet, kam as të fortë, tash 24 orë janë gjendje vetëm zi pjek bëj përgatitje. Na funi pak të jenë të kënaqur. Do të them për përgatitje ki në gjithë ndihmon dikush. Ka edhe ndihmë sa fal Zotit, edhe për mërgjimtarëve edhe të vendit, njerëz që I njoh, që njohin atë punë pak, vjen përgatitjen ndihmojnë. Shumë faleminderit Xhelal. Prit me mbara, faleminderit që na ke përgatitur. Të shohim kur do ha gjellna, kur do ha ushqimet sa do të jesë nota. A disha 5, 10 fakulteti nuk e dim atë. Kaloni ditë më. Faleminderit poshtëve të shoqërinë etar. Kjo është kinok bllakët ki. Kinok bllakët. Mirdita. Kush jeni ju? Unë Irfani jam. Irfan, Xhimaruni ju këta? Ha, marrim. Ha, du të mësoj unë se kina mirështin të zedini, me gjatin që I përgatiti. Pa unë të ashtë ta marrë zanatin, se do të ndruan edhe njerë, dish? A në gjdo, si të në manifestim marrë një halë? Po, a i në tradit. Grosha në të halë, këtë kina tradit. Po të njerë se dhije unë, njerë më thajmë majshtë njerë në gjatë. Sa kua du të përzijet kjo? Një 3 saat, ha? Një dihemi. Dhi, ha? Me ndo se dërë nadali kjo? Edhe për 100 gjeje. Por ndryshe oki pjaki kataunit. Maj njerë për njerë, therë rekord. Faleminderit, kaloni një... Jo, vetëm unë gjithashtu ta kolofshim sa më ma. Ditën e mirë, e kataunit. Ditën e groshës. Grosha, halva, knaqni. Ajri pastër. Këtë majrat e Dobrosh. Por ndryshe kjo çeshmaxhia e njohshëm, do ta njihni këtë si dia. Që rrezikon borë, në shi. Ku qasën të javë kjo është agjendë. Si di, na fol pak për manifestimin të njësjen? Na fol për manifestimin të njësjen? Njeri falenderoj mërgjimtarët që na kanë ardhur, na gëzojnë këtë festë madhe që kemi sot. Tu kemi përgatit hall, gollash, grosh, ujë ftoft I sharit, kesën kënaqësi çdo kush që vjen nga mërgjimi ta shijojë këtë vend të bukur këtu. Dhe neve të na zbukuroj këtë vendin këtu, sidomos të vujt e verës kur vinë mërgjimtarët. I falenderoj për ardhje këtu që na kanë ardhur, besoj që të kthehen në vendet e veta të punës, shëndosh e mirë, siç kanë ardhur te poshtë. Zoti Sidia, na tregoni pak për këtë festën. A vazhdojë kjo festa? Festa do të vazhdojë derisa të jemi gjallë, besoj që do ta çojnë edhe gjeneratat e reja, ta trashëgojnë këtë festë siç e kemi trashëguar ne prej tjerëve. Por ndryshe dita e groshës. Dita e groshës. Shumë faleminderit. Gjithmonë të jetë të gëzuar. Sidomos mërgjimtarët që vinë nga diaspora. Faleminderit shumë, ha. I përshëndes të gjithë diaspora. Falë, edhe ato të bëjnë tajt, falë. Kada? Të katuri pak. Jo, nalo. Da hapë intervistën. 7 nota. Ka shikë, në volleyball më gjithë. Dhe I fshaj, Mirdita, ina me këshilltarin e bashkisë lokale fshatit Dobrosh për në Turin. Turi, na folna ditë gjallë për këtë festën e groshës, si më thonë. Po, festa e groshës e kataroj tonë është fejas tradicionale, e ka në mojtën e xhamati përpara, vazhdojnë shtë në xhamati joa në mojmë. Kjo fejas për këtë kataunin, jonë misartë, këtë katauni, veçanti u gërsëzat do të stringë, mos do të dukën këta hiqë. Ato do të mos më arta, mos më në detira t'i përzamë. U gërsëzat do të ta e shef, janë konë kundër bashkisë lokale, vazhdojnë t'jenë kundër bashkisë lokale, pa kuak interesi për interesat personale, për interesat partijake, e ne vazhdojnë këta prapë bajnë të hinë, të bojnë damë, bojnë zullum,
Ato nuk ka nevojë të vajnë këta të përzihen. Ato duhet rajnë të ugërsësa qejera, ku kanë vënë në trajnë. Kallzo, trego katonarve ugërsës gjivajnë. Ugërsës i vajnë, ugërsës, se di unë, që vajnë turqe, Lajsak e di. Okej. Lajsak da apajtin për këtë lofin. Ato e din ugërsësat. A keni cakta me sa njerëz këta do vajnë? Këta do të vajnë këtë katoni, me drejt, përveç ugërsësave, atin e zullumqarve. Zullumi, gjion kundër bajësisë lokale, kundër të merave katonit, kundër gjimot merë për katon, kundër groshës për shumë, kundër të shkumës aljenal. Ato nuk kanë vjen këta, nuk kanë buk këta. Se to vajnë këta për të shtaj shilka, për të bënë probleme, jo bënë kësha, jo bënë kësha. Po ne, se po më për asashe, kuptoa? E ato nuk jonë mirësarë këta. E ka pjatin e jonë nësë ugërësës, që jonë haronë mesin të unë, që ta gjishua funë e dua, ato dunë këta, dëtë kupaqin të marsh, e në nëshmanë këta. Shumë faleminderit zotë Turi. Faleminderit. Disa fjalë në emër bashkisë lokale, si ka shkuar rrjedha 2025? Po deri tash jemi mirë me çdo gjë, duke u nisë edhe për pagesave, edhe pse këtë vit, domethënë, është pak më dobët për shkak të muajit Ramazanit, për shkak Kurban Bajramit edhe gjanave tjera, edhe vera s'ka përfunduar ende. Mendojmë se deri në fund vitit domethënë do të jemi njëjtë si në vitin paraprak. Nëse duam të kemi ujë të pijes non-stop, nëse duam të kemi domethënë pastërtim fshat, nëse duam të kemi aktivitete ndryshme, investime ndryshme, atëherë kisha lutë njerëzit domethënë që të bëjmë pagesën, sepse në këtë mënyrë domethënë i ndihmojmë njerëzve, i ndihmojmë fshatit, u ndihmojmë nxënësve, u ndihmojmë studentëve, u ndihmojmë domethënë grupeve që janë në nevojë, edhe gjithashtu domethënë e kisha thënë për të pat një fshat më të mirë, si për fjalëve që i kemi, domethënë për njerëzve tjerë edhe për fshatrave tjera, domethënë fshati jonë është një fshat model, domethënë këtë gjë. Një hap para jemi shumë tjerëve, edhe është mirë që të bëhet pagesa. Domethënë për punën jemi të kujdes ne, domethënë për punën vullnetare e bëjmë ne, po për atë domethënë duhet të bëhet pagesa. Është mirë që të bëhet pagesa. Po nuk mundet se kemi domethënë 4 punëtori kemi punësum, janë njerëz fshatit, kështu që është mirë që të bëhen këto gjëra. Falenderoj shumë për Falenderoj shumë edhe për jush. Falenderoj. Mirupafshim. Mirupafshim.
A do ampull, po ata gjallë. Bravo, Isak, si dole një dhe një. Vojsa, kush garini? Kem të Kush ka garini? Kem të po gëran? Gjatin pajtë. Gjithë pajtë. Jo. Muli të marrë shkot lëshkë. Bjesh ka dora, u lodhët be. Hello, është.
Përshëndetje, sa më rajnëm për leqeneve. Përshëndesim gjithë, ju bëf mirë dreka. Qirët vinë mas, diku në shkoj 3 orë tërma, nja 2 orë e gjisë të poshtë. Jemi kanë diku të 50 vetë, të gjithë arritën qilë, edhe prej cilit në maja janë gjithë disa. Matë zotit. Maja të takunin e me pjeshkatarë të Kosovës, edhe përtetorë këshën një grupë që kishin banu me shatore kishin vendosët. Përshëndesim gjithë. Hajde, ti to uđaku. Oni, čak je gdje ćeš?
Krejori politike. Ka vetë në knasja vetë. Shumë falimderës e vetë. Ku e ka unë në shtetë? Unë për moment kesh sa i njën të kemi pasë. Më tërmasë në hipsa me gjip, desha që kuja gjinat të ka qërshajka. Po së mund të tjera si unë njëra gjinat. Po në herën tjetër të shkujmë kisë vetë. Shumë falimderës.